Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, im Zot Nikola, të nderuar mitropolit, etër të shenjtë dhe pjesëmarrës në këtë ceremoni, do doja t'ju falenderoja të gjithëve. Kushdo, për gjithë kontributet që është dhënë. Por përvjetoret janë të rëndësishëm shpeshherë, prandaj edhe ne i kujtojmë, sepse përvjetoret janë një thirrje për ne, për të medituar pak. Për të medituar fillimisht për ata që ishin para nesh, e kontributin e madh që kanë dhënë në shekuj të gjithë, e sidomos personat që dhe i njohëm vetë, kryepiskopin Anastas, mitropolitin Ignat, të cilët dhanë gjithë mundësitë e tyre për të ringritur përsëri kishën. Edhe kujtojmë gjithmonë me mirënjohje, sepse vepra jonë nuk mund të fillojë sot. Ne vazhdojmë dhe ndërtojmë në themelet që janë ngritur nga të parët tanë, duke filluar që nga martirët e shekujve të parë e duke mbaruar në martirët e fundit të ri, të cilët për të mbrojtur besimin shpeshherë dhanë dhe jetën. Prandaj përvjetoret janë kujtime. Dhe përvjetoret nuk mbeten vetëm thjesht në të kaluarën, po dhe në tashme. E do doja ta përgëzoj mitropolitin për iniciativën për ta ndërtuar mitropolin. Mbaj mend kur i thash për herë të parë për mitropolin, ju duk shumë e habitshme, që s'mund ndërtohet të kurrë. Dhe i thash, nëse do e fillosh, do e mbarosh. Sepse ne nuk e bëjmë me forcat tona, po me hirin e Perëndis. Nëse do përpiqemi me gjithë shpirt, padyshim gjithçka do realizohet. Çfarë është e pamundur për ne, është e mundur për Perëndin. Frika qëndron gjithmonë. Po sa më tepër të kemi frikë Perëndin, aq më shumë na paksohet frika nga tjerët, sepse njerëzit që kanë frikë Perëndin nuk tremben nga njerëzit. E duke mos patur frikë nga njerëzit, padyshim që ne do fillojmë të bëjmë disa vepra të cilat do lënë gjurmë, sepse Perëndia do jetë vazhdimisht me ne. Asnjë forcë njeriu nuk mund ta bëjë këtë gjë. As ringritjen e kishës këtu nuk mund ta bënte forca e njeriu, po hiri i Perëndis dhe merita e njerëzve që ndërtuan ishte sepse patën hirin e Perëndis. Zemrat e tyre ishin të pastra dhe hiri i Perëndis zbriti dhe i ndriçoi dhe i ndihmoi në rrugtimin e tyre. Prandaj dhe kujtojmë gjithmonë me mirënjohje kryepiskopin Anastas për gjithë kontributin që ai ka dhënë. Dhe një diçka tjetër tek përkujtimoret që përmendim ne për njerëzit që kaluar, nuk janë të ndara nga gjithë të tjera që festojmë ne. Sepse tek Zoti nuk ka të ndarë. Përkujtimoret tona nuk janë thjesht zi dhe vajtime, po janë edhe një gëzim i thellë brenda, sepse kujtojmë njerëz të cilët dhanë një kontribut për Perëndin dhe janë gjallë tek Perëndia. Dhe përvjetoret tanë i kujtojmë të gjithë ata që kanë qenë, jo sikur janë, sepse ata janë të pranishëm tek Perëndia dhe luten për ne. Dhe përvjetoret ne japin dhe shtys tjetër në përtardhmen, që do të thotë nuk ka mbaruar puna jonë. Deri në frymën e fundit ne duhet përpiqemi, sepse të njerëzit kanë nevojë për këtë mesazh. Sot mesazhi i kishës është mesazhi kryesor. Gjithë ideologjitë e tjera nuk japin më shpresë, vetëm Zoti jep shpresë. Prandaj edhe ne në fund fare, ku bëjmë përlëshimin, themi këto fjalë: lavdi më ty o Perëndi, shpresa jon, lavdi më ty. Nëse do i themi fjalët jo vetëm thjesht me buzë, po do ndalojmë te fjalët, do kuptojmë që Perëndia është i vetmi shpresë për njerëzimin. E mësimi i tij është i vetmi shpresë për të mbajtur vendin, për të mbajtur familjet e për të pasur një jetë të drejtë. Prandaj edhe përvjetorët janë kaq të rëndësishëm për t'i kujtuar. A në këtë përvjetor të 10 jam shumë i gëzuar që mitropolia e Fierit, siç u tha që një trashëgimtare e një mitropolie shumë të vjetër, por edhe të re, që ka filluar në Fier, tani ka dhe selin e saj. Edhe për këtë duhet të falenderoj gjithë kontribuesit dhe padyshim mitropolitin Nikola, i cili u përpoq me gjithë shpirt për ta ndërtuar dhe arriti. Edhe kjo është dhe gjithë diçka tjetër që i jep shpresë të gjithë njerëzve. Nëse do përpiqemi, do realizojmë gjithçka, sepse nëse përpiqemi për diçka të drejtë, Zoti nuk do na braktisi. Nëse ne punojmë për kishën, Zoti nuk do na braktisi. Nëse punojmë vetëm për vete,
atëherë ndoshta Perëndia do na braktisi. Po nëse punojmë për të drejtën, për kishën edhe për njerëzit, Zoti do jetë gjithmonë pranë nesh. Ju uroj që ta gëzoni Mitropolinë e re, edhe ndërtesën e Mitropolisë, edhe këtë kishë që relativisht është e re, dhe shpresojmë që në të ardhmen do jetë akoma edhe më e bukur. Do jepni kontribute edhe për ta bërë ikonat, do japim edhe për gjërat e tjera, sepse duke dhënë ne nuk humbasim, tek Perëndia nuk humbet, tek njerëzit mund të humbasi. Nëse e japim Zotit 1, Zoti do na japi në 10, sepse askush nuk mund ta mundi Perëndin në bujarinë e tij. Po Perëndia kërkon nga ne për të dhënë diçka. Dhe atë do e shumë fishoj, si shumë fishoj bukët, si shumë fishon shumë gjëra, nëse ne realisht e afrojmë atë para Perëndisë. Dhe një herë ju uroj të gjithëve që Perëndia të jetë gjithmonë i pranishëm në këtë kishë, të ndriçojë mitropolitin, klerikët, ju e të gjithë të tjerëve, sepse suksesi në një vend, në kishën ortodokse, është suksesi i gjithë ortodoksisë tek ne. Ne nuk jemi të coptuar. Çfarë do lloj qyteti të jetë, kushdo fshat, nëse lulëzon, është gjithë kisha që ka lulëzuar. Kini gjithmonë ndërmend analogjinë që bën Shën Pavli për kishën, e krahason me trupin. Nëse vuan dora, vuan gjithë trupi. Nëse vuan syri, gjithë trupi vuan. E nëse është e shëndetshme dora, gjithë trupi është i gëzuar. Prandaj edhe ne duhet gëzohemi gjithmonë me gëzimin e tjerëve, e të përmbushim thënien e famshëm nga etrit e kishës, që lumë ata njerëz që gëzohen me gëzimin e të tjerëve. Lavdi Perëndis për gjithçka dhe Krishti u ngjall. Hristos Anesti. Krishti u ngjall. Krishti u ngjall së vdekur, me vdekjen shkeli dhe të barrosurve jetën u fali. Kristos Anesti ek nekron, thanaton pa tisas kjeti sentis mimasi dhoi harisamenon. Krishti u ngjall së vdekurët, me vdekjen shkeli edhe të varrosurve jetën u fali. Dhe si shenjë gëzimi për Mitropolinë e re, kam sjellë një dhuratë modeste që im Zot Nikola ta mbaj tek ndërtesa. Grazie.